Policia në Linzig u thirr për një urgjencë mjekësore në të cilën gruare u gjet pa ndjenja në shtrat. Incidenti dramatik ndodhi në orën 6 të mëngjesit, ku një burr 29 vjeçar nga Kosova zbuloi gruan e tij 26 vjeçare duke gulquar në shtrat. Pas fillimisht kontaktoi vëllain e tij me telefon, vëllai shkoi menjëherë në apartament dhe me të mbërritur thirri shërbimet e urgjencës. Zyrtarët policor mbërritën në ngjarjen në të njëjtën kohë me ekipin e ambulancës. Policët së bashku me paramedikët menjëherë filluan përpjekjet për të ringjallur gruan pa ndjenja. Ata kryen kompensimin e gjoks, ndërsa disa minuta më vonë mbërritën mjeku i urgjencës dhe mori përsipër koordinimin e mëtejshëm mjekësor. Pavarësisht nga goditjeve me defibrilim nga ekipi mjekësor, fillimisht nuk mund të zbulojë pulsi. Vetëm pas goditjes së katërt, paramedikët regjistruan përsëri një rrajë zemre. Dy fëmijët e familjes të moshës 2 vjeç e 4 muajsh ishin gjithashtu në apartament gjatë gjithë incidentit.